Gerta Gixhari, një nga konkurrentet më të komentuara dhe të dashurat e edicionit të 4 të Big Brother VIP, nuk arriti të prekte finalen e madhe më 19 prill. Moderatorja dhe ish banorja ka reaguar në rrjetet e saj sociale, duke vënë edhe një herë në dukje mbështetjen e madhe që ka marrë nga fansat. Në një postim të fundit, Gixhari nuk la pa ironizuar Rozanën, me të cilën gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme ka pasur përplasje të forta. Madje pasi doli në prag të finales, Gerta është shprehur haptas kundër lojës së Rozanës. Përmes një Insta story, Gerta ka publikuar disa sondazhe në të cilat votoi për finalistët e mundshëm. Sipas sondazheve të publikuara, rezultonte gjesti në krye ndjekur nga Gerta e më pas Rozana. Sondazhet Gerta e shoqëroi me shkrimin: "Nëse shohim sondazhet, Rozana renditet e treta, por as te podi final nuk duhet të ishte." Gerta vijon të jetë aktive me ndjekësit e saj në rrjetet sociale që prej daljes nga shtëpia e famshme. Ajo ka marrë një mbështetje të madhe duke u përkthyer edhe në shifra për sa i përket numrit të ndjekësve dhe pëlqimeve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.